Më së fundi erdhi finalja e Kupës së Eurobikës ndërmjet Ignatios Portretin Vitrallas me një kundërshtar të fortë dhe të respektueshëm si Dinamo. Në prag të ndeshjes nesërme në Elbasan Arena midis Ignatios dhe Dinamos, do të fillojë konferencën për shtyp me trajnerin Edlir Vetova, i cili me gjithë punën për kushtimin dhe me grupin e djemve ka arritur një rekord që mbash për shumë vite që pas hyrë, duke shkuar në 3 finale sëdheshti. Për më shumë jemi të hapur për media dhe për gjithë pyetjet dhe problematikat që doni të pyesin. Profesor Vetova, në dispozicionin tuaj. Ju faleminderit për marrjen dhe respekt. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesor Vetova, jemi në prag të një finale e tillë për Ignatin, të një trofeu që është siguruar në kohë për momentin. Si po menaxhon skuadra këtë moment kulmor të sezonit në prag të finales të Kupës së Shqipërisë dhe të Final Fourit? Mendoj është një burim mirë për skuadrën. Sigurisht vim thonjza ke finalja e vogël. Jemi për të tretin vit radhëzi. Sigurisht kjo është një kënaqësi e madhe për gjithë neve, po fal punës, jemi me merit këtu ku jemi. Gjërat do të merren me radhë. Nesër është një finale kundra Dinamos, një ekip që ka bërë mirë dhe një ekip shumë i stabilizuar taktikisht. Cila do të jetë filozofia juaj për finalen e Kupës së Shqipërisë? Kontrolli i lojës apo menaxhimi i detajeve me pragmatizëm? Një finale, një fjalë për futbollin, thotë që finalet duhen fituar, kështu që ne do të jemi të kujdesshëm te këtë pjesa. Përballë me 2 ekipet, përderisa jemi në finale jemi 2 më të mira, kështu që mendoj që në të 2 ekipet do të jetë lojë e kujdesshme. A është kjo finale që kishit projektuar prej fillimit të sezonit apo rrugës ndryshuan objektiva dhe pritshmëritë? I synoni të sërish të gjitha si sezonin e kaluar? Është e vërteta, sezonin e kaluar e mbyllëm me 2 trofe vitin. Po themi që tani është mbrojtja. Mendoj që të mbrosh një titull është pak më e vështirë se ta fitosh, por megjithatë çdo gjë ngjelet për tu pa nesër. Sa fleksibël do të jetë Ignati nga ana taktike në këtë përballje, a do kemi ndryshime modulare gjatë lojës? Kjo pastaj varet nga ajo që çka do paraqesi loja nesër, pastaj do të shikojmë gjatë lojës çfarë mund të operojmë. Në aspektin fizik dhe psikologjik, si paraqitet gjendja e grupit? A ka ndonjë shqetësim që mund të ndikojë në formacionin tuaj ideal startues? Mendoj përveç 2 mungesave siç janë Melota dhe Ndreca, pjesa tjetër e grupit është okay. Mendoj që përderisa ne dhe jemi këtu ku jemi, kemi bërë këtë ecuri si në kampionat edhe në kupë, mendoj që atmosfera është shumë e mirë në ekip. Ignati është vlerësuar si një nga skuadrat më të balancuara në superiore. Si keni ndërtuar këtë ekuilibër mes mbrojtjes dhe sulmit? Mendoj që kemi pas në fillim sezonit kemi pas disa oscilacione, sigurisht më tepër në lojë, deri në stabilizimin e prurëve të reja. Mendoj pastaj nga janari 2025 kemi merituar çdo gjë këtu ku jemi. Në ndeshje të tilla shpesh fati një aksioni vendos gjithçka. Si e përgatitin skuadrën për të qenë ftohtë në finale të tilla? Një finale normalisht është po themi pikante nga situatat, nga detajet. Mendoj që kush do të jetë më shumë i fokusuar, mendoj ai do të jetë totali fitimtar në fusha. Çfarë kërkoni konkretisht nga çdo repart në këtë ndeshje, mbrojtja mes fusha dhe sulmi? Po ta marrësh nga gjithë skuadra, po themi, duhet kompaktësi, duhet një stabilitet shumë i madh taktik dhe shumë burim. Nëse do ta përkufizonit këtë skuadër të Ignates me një fjalë kyçe që përmbledh identitetin e saj taktik, cila do të ishte ajo? Po ta kapim, ta mbjellim nga ana taktike, po themi nga gjithë ajo që ofron grupi, ajo që kemi përjetuar gjithë bashkë, identiteti familje. Çfarë roli kanë liderët e Ignates në fushë, kryesisht në përçimin e filozofisë suaj gjatë lojës? Mendoj që lidera është pak fjalë e madhe. Unë gjithë lojtarët i kam lider, përderisa jam punë në mjekin, për mund gjithë jam lider. Së fundmi, çfarë peshe ka për ju ky trofe si trajner një klubi që përfaqëson një qytet si Rogozhina në skenën kombëtare? Mendoj që sigurisht është një obligim tani momentalisht, sepse përderisa kërkohet, përderisa kemi pas objektiva që nga fillimi, mbrojtja e trofeut, pak në këtë që kemi përpara, do të bëjmë maksimumin që gjithë. Faleminderit.